Në fund të kësaj jave, hyn në fuqi vendimi i ZRE-s për daljen në treg të hapur të energjisë elektrike të rreth 1200 ndërmarrjeve në Kosovë. Dua ta qartësoj që këto përbëjnë më pak se 1% të ndërmarrjeve në Kosovë dhe këto janë ndërmarrjet më të mëdha e më të fuqishme në Kosovë. Në mesin e tyre përfshihen edhe rreth 300 prodhues, të cilët e kemi parasysh që janë shpenzues më të mëdhenj dhe rrjedhimisht preken më shumë nga liberalizimi i tregut. Në krye të herës dua të theksoj që ky proces është i përcaktuar me ligj të energjisë elektrike të miratuar qysh në vitin 2016. Dhe Kosova është vendi i fundit në rajon që po kalon në këtë tranzicion. Që nga publikimi i njoftimit nga zyra rregullatore të energjisë për daljen e këtyre më pak se 1% të bizneseve të vendit në treg të lirë të energjisë elektrike, kemi pranuar një mori shqetësimesh nga bizneset, të cilat i kemi trajtuar me seriozitetin më të lartë. Më datën 19 maj 2025, kemi organizuar një takim të përbashkët me odat ekonomike të vendit dhe përfaqësuesit e bizneseve, në veçanti me prodhuesit vendor, për të kuptuar nga afër shqetësimet e tyre specifike. Gjatë takimit, përfaqësuesit e odave dhe të bizneseve na kanë thënë që e kuptojnë që liberalizimi është një proces që duhet të ndodhë dhe pajtohen që ky të ndodhë. Mirë po sipas tyre janë 3 paqartësi themelore dhe 3 ankesa themelore. E para, çmimi i lartë si rezultati konkurrencës së ulët në treg, e dyta, paqartësitë lidhur me marrjen e shërbimit, dhe e treta, mungesa e qasjes proaktive nga ana e ZRE-s për informim dhe menaxhim të procesit. Dua të qartësoj që këto 3 çështje janë në domenin e kompetencave të rregullatorit si institucion i pavarur. Po të kishim kuvendin e konstituuar, tashmë që një kohë ne do të ftonim ZRE-n në raportim për këtë çështje. Mirë po, duke qenë se nuk e kemi kuvendin e konstituuar dhe ndërkohë duke parë dhe me kuptuar brengat e bizneseve dhe veçanërisht të prodhuesve, ne kemi iniciuar një komunikim intensiv, një sër takimesh dhe po angazhohemi maksimalisht për t'i adresuar shqetësimet e tyre. Për të adresuar shqetësimin e çmimeve të larta dhe konkurrencës së ulët në treg, ne menjëherë pas takimit të parë me bizneset me datën 22 maj 2025, jemi takuar me furnizuesit të licencuar të energjisë elektrike së bashku me zyrën e rregullatorit të energjisë. Gjatë këtij takimi, kemi kuptuar që një ndër arsyet kryesore pse disa prej tyre nuk kanë marrë pjesë aktivisht në treg, pra nuk kanë dhënë oferta, ka qenë pikërisht paqartësia se nëse procesi do të shtyhet përsëri, pasi që i njëjti proces është shtyr vit pas viti për 8 vite me radhë. Zyra rregullatorit të energjisë në këtë takim i ka siguruar ata që bizneset të cilat i plotësojnë kriteret sipas ligjit do të dalin në treg të hapur në 1 qershor 2025. Në atë takim kanë qenë 2 kompani që janë aktive në rajon, 2 kompani përveç Keskos dhe Kekut, të cilat na kanë thënë që janë të gatshme që të japin oferta qysh atë ditë. Nga ZRE në takimin e djeshëm të radhës që kishim me bizneset dhe odat, ZRE na njoftoi që nga ai takim janë shtuar edhe 2 kompani të licencuara, duke shtuar numrin total të kompanive të licencuara për furnizim në 21, dhe nga këto, tek ZRE, 6 prej tyre kanë deklaruar se janë aktive dhe 5 prej tyre kanë deklaruar se tashmë u kanë dhënë oferta disa bizneseve, e disa edhe kanë nënshkruar kontrata me disa biznese. Për të adresuar shqetësimin e paqartësive lidhur me marrjen e shërbimit, dje, më 28 maj 2025, kemi organizuar një takim të radhës me odat dhe prodhuesit vendor, si dhe me bizneset që preken më së shumti. Aty kemi ftuar një kompani të Kosovës e cila operon në treg të hapur që nga viti 2017 kur ka qenë faza e parë e liberalizimit. Ata kanë ndarë përvojën e tyre dhe praktikat të cilat i kanë ndjekur për të negociuar kontratat më të favorshme për biznesin e tyre, gjë që shërben si shembull shumë i mirë dhe i dobishëm për kompanitë që do të dalin në treg për të mësuar nga mësimet e nxjerra nga ta.
Ata gjithashtu na thanë se kur ka filluar liberalizimi dhe kur ata kanë dalë në treg në vitin 2017, ka qenë vetëm Kesko si furnizues, ndërsa ndërkohë ata kanë pasur bashkëpunim edhe me 2 kompani të tjera të rajonit, mirë po numri kompanive që kanë ofertuar në tenderët e tyre ka qenë edhe më i lartë se kaq. Me sa kemi dëgjuar edhe nga regulatori, edhe nga përvoja e kësaj kompanie që ka kaluar në këtë proces, tregu është bërë, konkurenca në treg është rritur ndërkohë. Megjithatë, për të qartësuar deri në fund këtë çështje, dje gjatë takimit, propozimi im ishte që ta mbajmë një takim të radhës menjëherë sot, ku do të ftojmë furnizuesit e licencuar dhe bizneset që do të dalin në treg, në mënyrë që të ketë një komunikim të drejtë për drejtë dhe bizneset të informohen më mirë dhe të gjithë ta kemi të qartë se sa ofertues aktiv janë dhe të shohim konkurencën e vërtet në treg. Ne në këtë takim që e dakorduam dje me odat dhe me bizneset aty, i dërguam ftesat me njëherë për sot në ora 13, ftesat janë dërguar tek odat, takimi është dakorduar me ta dhe me bizneset, uroj që Oda Ekonomike e Kosovës ta ketë përcjellur ftesën e dakorduar dje për takimin e sotëm. Në takimin e djeshëm, Kryeministri i Republikës Kosovës për herë të dytë i siguroi bizneset që Qeveria e Republikës së Kosovës do të qëndrojë pranë në secilin hap dhe veçanërisht prodhuesve. Si përgjigje ndaj angazhimit dhe zotimit ton konstruktiv për të gjetur zgjidhjen optimale për bizneset, Oda Ekonomike duket se kishte një paraplan. Me njëherë, pas takimit të djeshëm dhe pas zotimit të kryeministrit që qeveria do të qëndrojë pranë bizneseve, në media e pamë që përfaqësues të Odës Ekonomike të Kosovës paralajmëruan bllokim të rrugëve magjistrale të Prishtinës. Si është e mundur që dikush që kërkon tranzicion dhe kohë nga ana e institucioneve, të vetmin opsion pa paralajmërim ka bllokimin e rrugëve paradite e sabotimin e përpjekjeve të sinqerta të institucioneve për ndihmë të bizneseve pasdite. Ne kemi dëgjuar se bizneset kanë presion nga Oda Ekonomike e Kosovës për të mos marrë pjesë në takime, për të mos nënshkruar oferta me furnizues dhe për të dalur me protesta. Nga ana tjetër edhe disa furnizues kanë thënë se hezitojnë të vinë në takimin e sotëm për shkak se nuk ndjehen mirë në një pozitë të tillë që nga disa biznese dhe nga Oda bëhen të ndjehen që duke ardhur në takim dhe duke qenë konstruktiv, po marrin njërën anë e nuk po e marrin anën e luftës politike që ka zgjedhur Oda Ekonomike dhe disa të tjerë. Megjithatë, ne kemi parasysh që këta që janë destruktiv e bllokues janë shumë pak, por janë të zëshëm. I falenderoj Odat dhe bizneset që janë qasur këtij procesi me konstruktivitet edhe kanë kontribuar në informim e përgatitje të bizneseve. Ne kemi parasysh që shumica e bizneseve që po dalin në treg janë të interesuar për informata e për ndihmë praktike që u ndihmon atyre dhe do të vazhdojmë të ofrojmë komunikim, bashkëpunim dhe zgjidhje për secilin prej tyre dhe nuk do të lejojmë që ata të binë prej e një procesi që është ndruar në luftë politike nga ana e Odës Ekonomike dhe disa të tjerëve, me qëllim për të krijuar ndjenjen e defetizmit e deprimimit tek qytetarët. Unë jam e bindur se secili prej këtyre bizneseve ka kaluar sfida shumë më të mëdha në biznesin e vet, e disa prej sfidave më të mëdha, krizën energjetike e pandemin, i kemi kaluar me sukses së bashku. Ne jemi këtu, ne do të jemi këtu, do të përballemi bashkë me prodhuesit edhe me këtë sfidë, edhe do t'ja dalim me sukses. Ju falenderoj të gjithëve për bashkëpunimin dhe konstruktivitetin gjatë procesit për ata që kanë qenë të tillë.